Pas provimeve të maturës, shtetërore ka përfunduar korrigjimin në tezën e gjuhës së huaj për maturantët. Nga shpallja e këtyre rezultateve në Shkodër ka një rritje të mesatares së përgjithshme. Drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Brisela Kadia shprehet se nga 1330 maturant, 380 morën notë maksimale, ndërsa vetëm 9 prej tyre rezultojnë mbetës. Kanë mbaruar 2 provime, ai i gjuhës së huaj dhe i gjuhës shqipe, dhe ka mbaruar edhe korrigjimi i gjuhës së huaj, dhe mund të them që rezultatet që kemi marrë sigurisht janë në pritshmëritë tona, por ka edhe një korrelacion shumë pozitiv mbi atë që ne kemi patur pritshmëri. Kemi patur një rritje të notës mesatare në këto provime dhe kemi patur edhe një përfaqësim shumë të mirë të nxënësve tonë në provimin e gjuhës së huaj. Kemi patur një numër shumë të madh vjetash. Sigurisht ka edhe varime të ndryshme mes notave 7-8, që është ajo nota që është hasur më shpesh. Mund të them që në 1330 nxënës që kanë marrë pjesë në provimin e gjuhës së huaj, kemi patur vetëm 9-4. Dhe është një shifër shumë e vogël dhe shumë e pakonsiderueshme që ndikon shumë pak në notën mesatare, por mund të them që kemi pasur mbi 380 vjeta në të gjitha gjimnazet tona, publike, private dhe shkolla profesionale. Në provimin e gjuhës së huaj, shkolla e mesme 28 nëntori në Shkodër vazhdon që të jetë shkolla elite e qytetit, duke mbajtur sërish vendin e parë në rezultatet e arritura në provimin e gjuhës së huaj. Kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të 28 nëntori që vazhdon të majë në lartësinë e duhur, notën mesatare, të Osokukës po ashtu. Kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të shkollave private, mund të them që kanë patur një mesatare, sigurisht ka patur pra një korrelacion pozitiv mes notës mesatare vjetore dhe notës mesatare të provimit. Kemi patur një rritje. Nota mesatare vjetore ka qenë 7.3 dhe në provimin e gjuhës së huaj kemi arritur në 7.87. Çka do të thotë që nxënësit tonë në të vërtetë janë përfaqësuar shumë mirë dhe kanë reflektuar ato dije që ndoshta mund të them që ne kemi qenë pak të shtrënguar në notat që u kemi dhënë atyre. Kjo rritje e notës mesatare në gjuhën e huaj ka plotësuar pritshmëritë për stafet arsimore në Shkodër.